Tani, tua vërtet ky sistem na lan ignorant, po një që të mire kanë bërë ama. Nuk na kanë censuruar librat, shkrimtarët, artistat, piktorët. Edhe unë dua të recitoj një poezi të Milor Qerqinkovës, Ljerimi. Ju lutem qetësi. Ka shatë që s'ka përdi se të shtovla Ljerimi. Ka shatë që të mbet në fytë, e të zënë ndryshtimi, kushe e fytyrat të perte, sytë jeshilta, që shkoj si hije, të shtrim për të pitë. E ashtu, të shtrim e besim ta një jetën e vetë, dërsa dhe besim. Ljerimi e ka ullën për të shatume, e është e neveriqme, e keshe, e turqme, pari që ka, sytë që shprej, Žele, pume mali, na mujte një shpresë të shqym, sot tu me dalu mese. Ljerimi dritë, si shqym në këtimi dritë. Po që përë jetuar në Shqipëri, apo për likur në Amerikë, apo të marrin pasaportën dhe vikin me që jemi në Shtetet Amerikanë, apo të marrin besimtar dhe të vazhdojmë të jetojmë me dignitet në tonë. Dhe ne të udhërim që s'ka shumë të bashkuar, të turin që janë në dyshje, të mos kenë asë në dyshim që Shqipëria
ata, se të tjetë në shumë tyrat, por ata vazhduan të mbajnë Shqipërinë në një sistem diktatorial. A të gjithë se kjo është demokracia, se kjo është është e vërtet. Mamaja ime është amerikane dhe unë ka pasaport amerikane. Kur ka diçka që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Fakti që të iki nuk do të thotë se dua të iki. Ndonjëherë nuk ka sikur njerëzit e shohin largimin si ëndër të madhe. Sikur zgjidhja është problemi në jetë, të jetë një bilet avioni. Por nuk është të shumë. Nëse një ditë të largohet, dua ta bëj se kam zgjedhur. Jo se kam ndjerë të detyruar. Kam frikë për të ardhmen. Shqiptarit të tjerë, dëgjoj prindet armeni flasin për vështirësinë, për shërbime që nuk funksionojnë si duhet, për shkollit publik dhe për sakrifisa që nuk flodin, për shërbime e tyre, për shkollë përgjesa. Si shpjegohet që sot jeni më shumë e jeni më pak shumë. Këtu po bëhet një lumi madh njerëzish. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Që nga kam bjën të protest, thirrjen më simbolike që kjo protest kanë zjedh. Rama Mbur Berisha Mbur! Rama Mbur Berisha
madh për 148 vjetorin e lidhjes Prishtinit se ky manifestimi të gjithë këtu. Këto fytyra, gëzuara, buzëqeshura që e duan njëri tjetrin, por mbi të gjitha që duan Shqipërinë. Lidhja është gjallë! 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 Përshëndetje Tirana, Shqipëria, janë në kramat e fundit të një diktatori dhe këlyshi të komunizmit, i një Bispiro Konekët që firmon si varje militar të Avninelës se këndon dhe vargje lirie. Sot ka erdhur dita, Shqipëria me një ndryshim të ri, Shqipëria me një ndryshim të ri. Sot ja ku është i gjithë populli, nuk ishte si të mundohte dhe Korça, e artit e kulturës. Sot ne po protestojmë për një ndryshim, për t'i dhënë terme këtij sistemi të kalkur 35 vjeçar. Unë jam kolekcionisti qershizima, e mbanë të popull, sa mori prerët e Pushtenit, Kusari Rama, dhe ato, në mënyrë kriminale, lindau me rjetin e ti, bandën e ti të hajdutëve, Koco Koklima, Artar Lame, Artar Shkreli dhe me një prokuror të krimi. Dhe kush e deri këtë veprim, prandaj këtu jemi bletur për një ndryshim të ri. Një kryeministër bandit që ka vjedhur shtetin me identitet tjetër, të ndryshuar në vitin 2002, për të shpëtuar të shkuarës së tij kriminale, kur ka qenë azilant i palishëm, në Paris ku ka bërë burg për vjedhjen e trafikimit ikonash, ashtu si që akuzoi dhe Fatos Nano, lideri i tij, Kosova nga Parisi, duke shitur ikonat të rjedhura. Por se sot, ky njeri me numër burgu, sot ky kamuflohet me emrin e tij. I bajsiri ambasadës franceze, gjermane dhe greke, ku ka bërë burgun, hapini kartat. Sot Shqipëria nuk drejtohet nga i kryeministër, po drejtohet nga një bandit. Shqipëria sot është për ndryshim, Shqipëria është për ndryshim, për ndryshim. Respekt e popullit shqiptar. Ore nuk e kishim ditë se kë kryeministër do na detyrojë të bëhemi edhe këngëtar. Kështu që vazhdojmë edhe një herë. Rama jepe dorëçe. 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 Rama jepe dorëçe.
të gjitha institucioneve të drejtësisë. Syt edhe veshët i kemi nga ju. Ju kemi komplimentuar kur keni qenë për të komplimentuar, ju kemi kritikuar kur keni qenë për të kritikuar. Merrni vendime, Rama e ka vendin në burg. Ku e ka vendin Rama? Ku e ka vendin Rama? Ku e ka? Ndaj edhe për e fund po them, Rama jepe dorëqe. Më përqen një parull të para që po thot o Ram o fosil ik me Salin me azil. Ta bëjmë këtë me të gjithë bashkë. O Ram o fosil ik me Salin me azil. O Ram o fosil ik me Salin me azil. O Ram o fosil ik me Salin me azil. Ju dua shumë pa mas. 28 vjet i larguan në Londër, ndihem krenar ku shikoj këtë rini, këtë popull. Jemi me ju deri në fund. Rama duhet të dorëhiqet. Ju dua shumë populli tim. Faleminderit. Le të bëjmë pak më shumë zhurmë, t'i tregojmë që s'jemi vetëm 2000 veta. Mirë mbrëma Shqipëri! Sot, në këtë ditë historike, jemi mbledhur të gjithë së bashku për qëllimin e përbashkët që të zhdukim këtë qeveri e krimit, qeveri e krimit, qeveri e krimit, qeveri e krimit, qeveri e krimit. Po mos të harrojmë që kemi dhe një opozitë shitur, opozitë shitur, opozitë shitur, opozitë shitur, opozitë shitur. Të gjithë personat që do bashkojnë në këtë protest, t'i bëjnë hesabet mirë, se kjo është një protest qytetare, jo partijake. Prandaj, kur të vini në shesh, parullat janë Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Shqiptar u përpoqën të na ndanin, donin të na vinin kundra njëri tjetrit, musliman, katolik, iranian, sërb, grek. Jo, feja e shqiptarit është shqiptaria. Mos harroni këtë. Jemi shumë herë më të fortë së bashku. Ndaj, ju ftoj që të qëndrojmë së bashku dhe të detyrojmë këtë opozit dhe pozit që të dorëzohen dhe ta lënë në pushtetin e të rive. Ndaj, Rama Burg Berisha Burg, 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 Rama Burg Berisha Burg. Mirë mbrëma gjithve! A jemi këtu? Mirë mbrëma o njerëz të bukur! Mirë mbrëma o rini! Mirë mbrëma o fëmi! Sot jam shumë e lumtur që u shoh sheshin prap plot. Nesër dhe më shumë! Nesër dhe më shumë! Nesër 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 më shumë! Kjo është protesta më e bukur në botë. E keni parasysh atë shprehjen, flamuri më i bukur në botë Alban? Kjo është protesta më e bukur në botë Alban. Unë vi këtu si aktiviste mjedisore. Kam shumë vite që bëj përpjekje maksimale për mbrojtjen e natyrës tonë.
të lumit Vjosa, të parqeve kombëtare, të Alpeve, të gjithë zonave më të bukura, jo vetëm për Shqipërinë, për gjithë Europën. A i dini se çfarë kemi ne për t'i sjell ose për të shkuar në Europë? Gjëja më mirë që kemi është natyra, dhe atë nuk duhet ta shkatrojmë. Nëse flasim për antarësim në Bashkimin Evropian, duhet të respektojmë ato ligje, duhet të bëjmë maksimumin që kur ne të jemi pjesë e BE-s, ti kemi ende këto trashëgimi natyrore që na i ka falur natyra, dhe të mos i shkatrojmë për hir të zhvillimeve. Ajo që po ndodh sot në Vjosnart është vetëm fillimi. Projekte të tilla do të përsëriten në gjithë zonat e mbrojtura. Kjo për shkak të ligjit të ndryshuar në 2024-ën, ligji për zonat e mbrojtura, ligji i fam keq dhe ligji për investime strategjike. Nuk janë ato që ne do të na sigurojmë mbrojtjen e natyrës tonë. A i dini që delta e Vjosës është një nga të vetmet në gjithë Mesdheun që ka mbetur e paprekur. Është parajsa e natyrës, është parajsa e shpendëve e shumë gjallësave që nuk kanë zë të flasin, dhe sot jemi ne zëri i tyre. Jo vetëm zëri i gjallësave që nuk flasin dot, për sot jemi kthyer në frymëzim për brezat e ardhshëm. Sot ne po mësojmë fëmijët tanë se si duhet t'i kërkojnë të drejtat e tyre. Unë kam ardhur çdo ditë me vajzën time vetëm 8 vjeç në protestë dhe vazhdoj të vi çdo ditë. Fëmijët tanë duhet të mësojnë me idenë e protestave dhe protesta të tilla qytetare. Faleminderit. Ore këta, përveç se janë hajdut, janë kriminel, janë edhe ignorant për treqe e marrë. Nuk e di e keni quar një përfaqësuese të ministrisë që tha flamingot në Vlorë erdhën në 2013. A e keni quar apo jo? Është e tmerrshme. Ndaj, edhe për të bërë një dy kore që ta kuptoj njerëzit se se kemi me 1 ose me 2. Që që, o e janë, o një kem! Pice, nuk do e arrojmë Belindën, pa me rak, mos u shqetsoni. Do e kujtojmë edhe Belindën. Që që, Ramamburg, Belindamburg! Ramamburg, Belindamburg! Ramamburg, Belindamburg! Ramamburg, Belindamburg! Ramamburg, Belindamburg! Ramamburg, Belindamburg! Okej, do e mbyll tamam. Ramamburg, Belindamburg! Ramamburg, Belindamburg! Ramamburg, Belindamburg! Përshëndetje shqiptar! Nuk ka fe, nuk ka parti që është për bërë të shqiptari! Si sot bëhet 128 vite nga një prej ditëve më të lavdishme të historisë sonë kombëtare. 128 vite më parë në Prizren u mblodhën burra që nuk i bashkonte pushteti, nuk i bashkonte pasuria, nuk i bashkonte interesi për Sumal, por i bashkonte vetëm një gjë: dashuria për Shqipërinë. Abdyl Frashi, Ilyas Pash Divra, Ymer Prizreni, Suleman Vokshi, Haxhi Zeka, Ali Pash Gucia e shumë patriotë të tjerë të asaj kohe, kujtimi i të cilëve është akoma gjatë këtu në shesh. Ata nuk pyetën se çfarë mund t'u jepte Shqipëria atyre. Ata pyetën se çfarë mund t'i jepnin ata Shqipërisë. Ata nuk pyetën se sa i fort ishte armiku. Ata pyetën se sa i fort ishte besimi i tyre. Dhe kur fuqitë europiane
po vendosni fajët e trojeve shqiptare, pa i pyetur shqiptarët, ata i treguan se ky vend nuk është thjesht një toponim në harë, por është një kom, një popull me histori të lashtë, i cili meriton të zhvillohet. Unë kam një pyetje për sot gjithë që jeni këtu. A do të ishin krenar burat e lidhjes Prizrenit nëse do të ishin gjallë sot? Pikërisht për këtë arsye jemi mbledhur sot, sepse hallet e shqiptarëve nuk janë hallet të cilat na propagandojnë çdo ditë nga mediat, gazetarët e shitur tek pushteti. Hallet e Shqipërisë janë fëmijët e saj dhe edukimi i drejtë i tyre. Hallet e Shqipërisë janë sistemi shëndetësor që është i rënuar dhe në agoni prej vitesh. Hallet e Shqipërisë janë emigrimi i ajkës së saj drejt në jetë më të mirë, të cilën Shqipëria nuk ju afron dot, sepse politikanët kujdesen për pushimet e turistëve elitarë. Halli i Shqipërisë është ekonomia e dobët e familjeve shqiptare, e cila kërkon zgjidhjen e vet për emigrim. Dhe ndërsa populli përpiqet të mbijetojë, klasa politike akoma vazhdon të sillet sikur Shqipëria është pronë e saj. Prandaj sot nuk duhet vetëm të zemrohemi, duhet të zgjohemi, të organizohemi, duhet të veprojmë, sepse çdo pres ka momentin e tij. Dhe ky moment është i gjeneratës Z. Na kanë thënë të jemi se jemi të rinj, se nuk kemi përvojë ose të presim radhën. Por historia nuk shkruhet nga ata që presin radhën. Prandaj, unë po ju pyes, nëse jo ne, kush? Nëse jo tani, kur? Ne nuk jemi presi dorëzimi, ne jemi presi ngritjes, ne jemi zëri atyre që janë lodhur të neshtur, ne jemi shpresa atyre që menduan se shpresa kishte vdekur, por shpresa ftesë e fundit. 148 vite më parë në Prizren, shqiptarët u bashkuan për të mbrojtur ekzistencën e kombit. Sot, në 2026, në lidhjen shqiptare të Tiranës, ne po mbrojmë të ardhmen e saj. Dhe unë besoj se kur shqiptarët bashkohen për një ideal, as kush nuk i ndal, as frika, as propaganda dhe as pushteti. Sepse nuk ka forcë më të madhe se një popull që zgjohet për liri dhe dignitet. Rrof Shqipëria e shqiptarëve, Zoti e bekoft Shqipërinë kudo që janë, Zoti u bekoft ju të gjithëve. Shqipëria e shqiptarëve, jo e tradhtarëve. Jo e tradhtarëve. Jo e tradhtarëve. Fjalimi i djalit para me ishte jashtëzakonshëm, vetëm me diçka s'jam dakord që thanë nuk duhet mësohemi të pritim rrallë. Përfitoj nga rasti të them gjithë që po presin, janë pafund njerëz që duan të flasin, duhet të presim rrallë, ka shumë njerëz që kanë folë dje, ka shumë që do flasin shot, do flasin nesër, për ditë jemi këtu për t'ja shprehur në sy kësaj qeverie që duhet largohet 1 minutë më parë. Rama mbur, Berisha mbur. Ndër tjera, jemi këtu jo vetëm për të folur bukur, po për të treguar hallet e vërteta. Kjo zoj ka disa ditë që kërkon fjalën dhe mezi pas shumë ditësh i erdhi radha. Vëllezër dhe motra shqiptar, kudo që jeni në përballë, paqja e Zotit qoftë me ju. Pa dallim feje, krahine, ideje, gjurimi politik. Sonte ky shesh ka shfuqizuar një fjalë të thënë në breza, ky kom nuk bëhet. Po vëllezër dhe motra, ky kom sot është i parë. Ne sonte jemi në kufit e hartës së ballastëve. Përkrahja që po
lutemi ruani qetësinë. Jemi këtu për një qëllim, të dorëhiqet kryeministri, poshtë komunistat, të dorëhiqet kryeministri Rama Burg Berisha Burg. 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 148 vite më parë, kombi on gjendej para një rreziku ekzistencial, rreziku të coptimit. Fuqitë e mëdha kishin vendosur ta ndalin tokën tonë dhe t'ja u jepnin fqinjve. Që burra patriota nga çdo treg shqiptare u mblodhen për t'u organizuar politikisht dhe ushtarakisht për t'i vënë frek t'i agresioni. 148 vite më vonë, vendi ynë është sërish përballë një rreziku ekzistencial. Vendi po shpopullohet me shpejtësi alarmante dhe toka jon falet sikur t'ishte toka private, prona e private e një individi. Toka për cilën ata burra luftuan dhe toka cilën ata mbrojtën me gjak, sot jepet sikur t'ishte asgjë. Portet, ishulli i Sazanit, pikat strategjike jepen me koncesion. Akoma na duhet bërtasim Shqipëria e shqiptarve dhe rejemi sërish përballë këtij rreziku. Lidhja na kujton se si forca duhet përdorur për qëllime të mira dhe në shërbim të dhëut. Era e dytë historike kur ne kemi përdorur forcën në të mirë të dhëut është për luftën çlirimtare të Kosovës. Mirë po për gjatë historisë tonë kemi pasur plot raste kur grupe me dhunë përpiqen t'i imponohen shoqërisë. Dhe revolucioni i viteve 90 ishte një revolucion që u kap nga këta grupe që i imponohen shoqërisë. Shoqëria ka nevojë që të vënë ballë njerëz me kontribute, njerëz me dije. Nëse nuk duam që ta përsërisim revolucionin çdo 30 vite, duhet sigurohemi që kësaj here ta bëjmë si duhet. Mos bëjmë prej këtyre grupeve të dhunshme, por t'ju bëjmë, t'ju dalim ballë, t'i vendosim garë. Është shumë e rëndësishme që kësaj here të vendosim një shoqëri demokratike, tolerante dhe të bazuar në dije. Prandaj, ju lutem, le t'jemi të kujdesshëm ndaj këtyre grupeve të dhunshme që përpiqen të prishen protestën dhe t'i imponojnë kësaj shoqërie. Bravo! Bravo! Rama jepe dorëheqjen! 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 Rama Po që ndodhi me ju, më pse po fleni? Protesta rinisë dhe ju nuk flisni. Rama jepe dorëheqjen! 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 Shikoni, Rama do jap dorëheqjen falë rezistentës secilit për ju që jeni këtë shesh. Por, ka dhe disa arsye tjera pse ai do jap dorëheqjen. E një prej tyre është një gazetar këmbgulës që ka qëndruar për herë besnik kauzave të drejta. Ndaj kam kënaqësinë ta ftoj këtu si njërin prej nesh. Përshëndetje të gjithëve, populli më i bukur në botë. Në këtë shesh rres sot zemra e gjithë kombit shqiptar, nga Kosova, Maqedonia, nga Malizi dhe nga gjithë diaspora kanë ardhur këtu sot në këtë përvjetor të rëndësishëm për ne, që do të kthehet në një datë tjetër të rëndësishme për kombin shqiptar. Një njeri, ka thonë Abraham Lincoln, mund ta gënjej një tjetër për një farë kohe. Mund ta gënjej edhe një popull për pak kohë.
por kur nuk mund ta mashtroj dot një popull të tërë për gjithë jetën, dhe ne kur nuk do të pranojmë që të mashtrohemi nga këta politikanë për gjithë jetën, sepse një popull nuk mund t'i nënshtrohet kur një njeriu. Shqiptarët janë ngritur sot në këtë revolucion sepse ju ka ardhur në majtë hundës edhe po kërkojnë një Shqipëri të re. Një Shqipëri ku nuk është turp t'i jesh i ndershëm, se këta kanë kthyer Shqipërinë në një vend që është turp t'i jesh i ndershëm, në një vend ku respektohet maskaraji dhe përbuzet intelektuali, në një vend ku trafikanti dhe politikani i korruptuar janë shembull dhe profesori është turp i shoqërisë. Ne duhet të ndryshojmë të gjë dhe të sjellim një Shqipëri të re. Shqipëri e re! Shqipëri e re! Ne jemi sot zëri i të gjitha atyre që nuk kanë mundësi të vinë të na ndjekin këtu. Jemi zëri i atyre gjyshërve që i ka marrë mallit të përkëdhelin niprit e tyre që i shohin vetëm nga ekrani i telefonit, sepse ky shtet i ka përzënë jashtë vendit. Jemi sot zëri i pacientëve të onkologjikut që ky shtet i ka braktisur në luftën e tyre për jetën dhe i ka lënë të vetëm duke mos shqyrtuar ilaçe, por duke vjedhur edhe paratë e ilaçeve të kancerit të fëmijëve. Jemi zëri i gjithë atyre shokëve tanë, i gjithë atyre miqve tanë që ky vend i përzuri, sepse në këtë vend ishin të tepërt, por sot në Europë ata janë të parët e profesioneve të tyre. Ne jemi Shqipëria dhe jemi shpresa e një Shqipërie të re, e një Shqipërie ku nuk ke frikë të dalësh nga shtëpia, se mos do të kapi në një plumë qorri bandave që luftojnë me njëra tjetrën me lejen e kryeministrit që thotë hëngjin kokën, po kokën hëngjin ata, se ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në shtëpinë tonë, në Shqipërinë tonë, të sigur. Ne sot nuk kemi frikë, sepse ky revolucion nuk është vetëm për ne, por është për fëmijët tanë që janë duke qëndruar atje dhe duke vizatuar. Fundi i një diktature të dashur shqiptar të mirë është kur askush nuk ka frikë nga kjo diktaturë, madje tallet me diktaturën. Shikoni sa vetë apo tallen sot me diktaturën e tyre që është kthyer qesharake. Prandaj ne shpresojmë për një Shqipëri të re. Shqipëri e re! Shqipëri e re! Faleminderit dhe mos u dorëzoni dhe mos u përçani dhe mos bini pre provokimeve të tyre. Zotëria është nga shoqata e tverrpër. Mi mbrëma Tiranë, mi mbrëma Shqipëri. Unë jam Samir Parici, jam i verbër. Edhe verbëria ime nuk më lejoj që unë vërtet të qëndroj në shtëpi edhe të heshtë të shikoj protestën tu. Po më mundsoj që të bashkohem në zërin tu. Të jem tu bashkë me gjithë popullin shqiptar nga të katër anët e vendit për të kundërshtuar të padrejtësitë të mëdha që bëhet populli shqiptar në një qeverisje të padrejtë. Unë jam sot këtu pikërisht për thirrje të gjithë shqiptarëve kudo që janë, në Tiranën, në Shqipëri, që të protest të bashkohen edhe të vinë pavarësisht mundësive tyre, sepse është një moment i rëndësishëm për gjithë kombin, bashkimi si një organ i vetëm për të dhënë fund kësaj qeverisje të dobët të keqe. Prandaj unë bëj thirrje sot persona në aftësi të kufizuar, personave pensioniste invalid, personave të tjerë që në një farë mënyre qëndrojnë për shtëpiat e tyre të hershtur, bashkohuni, se vetëm bashkimi mund të bëjë të mundur që Shqipëria të ndryshojë dhe të marrë një rrugë të re. Ndaj unë përshëndes të gjithë edhe kërkoj që sonte të gjithë populli edhe në vendet e tyre të janë të bashkohen me zemra edhe nesër më shumë të shesh. Nesër më shumë të shesh. Kjo qeveri ka mbaruar mandatin e vet. Politika që drejton Shqipërinë për 35 vjet e ka humbur legitimitetin e kësaj për ta drejtuar. Prandaj është ora për të bashkuar
shkuar e për pithon atyre që na kanë drejtuar për 30 mëzete më shumë, që nuk keni më mundësi ta drejtoni. Ne jemi bashkë edhe ne kemi pushtetit të hedhim poshtë koshin e plerave e të krijojmë qeveri të re, që tjetë qeveri e popullit, që të punojë për liritë e drejtësinë e të gjithë njerëzve, edhe ku qytetarët të ndjenë vetën të lirët e të dejnë përjetuar në kombin e tyre. Faleminderit gjithë dhe ju përshëndes. Zoti e bekojë Shqipërinë, Zoti bekojë familjet tuaja dhe kudo që jeni, pashi respektimin e Zotit. Mos harroni, Shqipëria na takon ne, ja atyre që janë pushtet, ja atyre që drejtojnë politikën shqiptare. Po ku takon populli shqiptar. Ndaj ti edhe unë jemi sot këtu për ta ngrejë këtë zë, edhe për të prirë kësaj organit fuqishëm, për ta përmbysur këtë situatë, edhe për të krijuar një hapësirë të re, edhe një qeverisje të re që buron drejt për drejt nga liria dhe e drejta e popullit. Shumë faleminderit, Zoti ju bekoj. Rama jepe dorëçi. 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 Një nga sektorët më problematik dhe më të inkriminuar fatkeqësisht në vendin tonë ka qenë policia e shtetit. Por duhet themi se atë uniform ka pas njerëz që kanë mbajtur me nder, me dinjitet dhe me djes. Madje ky shtet i ka futur shumë njerëz konflikt me uniformën që kishin veshur, sepse detyra që duhet bënin ishte në kundërshtim me atë që e pronën t'u dhënin bënin. Ama ky vend ka pas edhe njerëz jashtëzakonshëm që i kanë thënë po dhe stop abuzimit me uniformën. Një prej tyre është jashtëzakonshmi Krenar Ahmeti. Përshëndetje! Unë si ish oficer policie e kap agentin! E zura! Ty të dashur kishte vakapin Kavroshi! Kishte Kavroshi! Po priste informacion të ne! Ju lutem! Nuk të dal nga kuadrati i kolonilit, ju jap një urdhër, mos e lëshoni frontin. Mos e lëshoni frontin, se janë momente decisive. Unë e kam hangër qajirit tim. Mendoj për këtë, mendoj për të gjithë gjeneratët. Qa na kanë marrë këtë vend, duhet natë e vit me kuvend, qonë se nuk veprojmë tani, kjo gjenerat edhe kjo kamaru, është Shqipni e mjera Shqipni, është ka qitë me mjërëvi, i e bakar një zora, burra me leo të fishin në. Tani, ju lutem, ju, gjithë, keni pagu minimumin 3 milion euro me më formu. Sot punoj shofer, marrë pensionin e shtetit, parakoshëm me patërsin më të madhe një atin pension që të riur. E deklaroj sot, dy pensionistëve që marrin 70.000 lek, dhe të ja pensionin tim të ndaj për gjysë pak të dilaqet, pa shmune me ba. Të më kontaktojnë, ka shmune me ba, o domo. Faleminderit, s'du me arër, pa, kohën, burra pritën mos ma lëshoni.
parë që du mi u thanë është ta keni parasysh që ja keni zgju zemrat çdo lloj shqiptari krejt planetin. Unë besoj Zot, edhe di një thonë për të madhin Zot, a dita ma e bukur e jetës time, sigur sot me na fut në i sniper, për të madhin Zot ja më i kështumin planet. Unë është hera parë që dalë në për mitingje me folë, nuk kam folë kur, jam 21 vjeç, dhi nga Mamursi. Unë jam patriot që në li, që u kam le jam patriot. Por arsyet që unë kam marrë këtu sot janë shumëta dhe kam përtrashtu më të rëndësishme që i dim gjithë kjo turë. Një ndër më kryesorët është ky patriot i jonë, ish drejtori policisë që e njeh krejtë Republika e Shqipërisë, e njohin gazetar, e njohin krejtë familjet e ndershme shqiptare. Dhe ky drejtues policie është zëvendësu me mafjen. Qoftë se kryeministri nuk dire emrat, të më thirri mos ja them zyrën të Blend Fevziu, ku do jaj? Bravo! Bravo! Që ta merë një vesh këtë protestus. Sot kanë bo presione ca filizat PD-s, ca PS-s, e ca antikomtarse. Për mendimin tim, kush nuk e do këtë protest, nuk është shqiptar. Po unë desha mi a thonë kryeministrit i fjallë. Unë e di që nuk ka lexuar që shumë kohë se ka qenë zonë me projekte madhore, investime strategjike, po i tham, lexoj Qigo e Dirama, kush e ka përkull këtë Shqipojnë? Qofse kush e ka përkull që Shqipojnë, e keme e përkull në ti e Dirama. Qofse Shqipnia nuk ka vuj për dëshmor kur është shqiptar. Unë jam i pari vdes me knajsin madhe, për madhe Zot. Ju thash që kam të arsyet forta që kam marrë sot këtu. Edhe që më kanë bo me fol me shpirt dhe me zemër, e si që kuptoni gjithë ju, nuk a du fol personi e Raldënoj, a du fol shpirti e Raldënoj. Unë jam lindë e rritë në Shqipëri, kam investu në Shqipëri, kam kontribu në Shqipëri, si gjithë nësë, e dim kretëne. Unë kam marrë në protest, sot edhe ka 8-9 ditë që vi, me gjithë familje me Kalomaj, për arsyen se unë kam pas Shqipnin të mu shkatru nga 91 deri më sot. Çdo vlerë që kena pas si shqiptar, vlera bujarie, vlera intelektuale, ne kishim turp me fol me një shkollum, kur ne ishim pa shkollum. Ne kena përfundu duke heq dritë ragodhat, gramos pashkot, nga parlamentit të fut se që ne qa ushin o bura zerave. Po kujtës të plazene, ora mora kujtës të hap bërne, ne kena i format, ne him internet, ne kena TikTok, ne kena him në Europë, ne kena pa bodhen. Po me ka kujtoj se flasin këto vla, ne di për kafshto. Arsyeja tjera për cilën kam marrë sot është që unë jam 21 vjeç sot, po s'kam lehtë 21. Kur kam qenë fillore në gjimnaz shkotlar, ne kemi pas në zonë shkëlqyshëm si shka mes jush. Unë e di që këtu ka ekselenta, ka talenta, unë e di që këtu ka gjak shqiptari. Kam pas në klasë, krejt klasa ime, ju a them e me mbi emra, ekselentat janë në Europë, në Amerikë, krejt. E pushtetin e vendit tim mund hesh ignorantat, i tim kryeministri. Nuk nga përfaqëson e krimi, unë jam nga Mursi. Nuk nga përfaqëson krimi, nuk jam me krimin. Ka marrë sot protest, shtarë pak më parë, në fale e patriotin drejtori policisë, e në marrujemi, Kenara Metin, me qasë zemra kër e shofë shofer kamionit dhe Kenara Metin, e kur shok drejtor policia në alfabet që s'di me bo firë me vetë. Në qanë zemra kam shok në Europë, marrin telefon, në qanë zemra për Shqipni, nuk dim si me kontribu, i kam thonë keni mu për e kur tjetë për mu bo, hajtë të ju firun. Në qanë zemra për këtë të të rije të reje që janë të hikë jashtë. Qa është kërë kërë minister si po sigur shetë? Në qatë TikTok u rri kërë herë, dha. A të hikë e Shqipnia, kjo është plan me në shpopullu neve, shë. Ju lutem shëndroni, ju bëj thirrje kush është televizor të vjeri, ju lutem pa shhatrin e Zotit, mos e leni këtë vend. Unë jam i gatshëm me shëndru, do të shëndrojmë krejt. Lurit Zotit.
Kjo protesta këtu është e jashtëzakonshme, po ju nuk e dini se ka protest brenda protestës. Çuni i krenarit po proteston se nuk e la babi me fol. Përshëndetje shqiptar, përshëndetje bashkëfushatar. Kam 18 vite që dëgjoj që Shqipëria nuk bëhet. Po jo më jo se Shqipëria do bëhet, se për të do luftojmë ne. I bëj thirrje zotit kryeministër, mos shkoj dhe të bëj mitingje në përgjithë Shqipërinë, po të vinë shesh të burrave nëse është burr. Bravo! Hajde me më afaqohu me shqiptarët që i ke vjedhur për 12 vjet. Ka burri! Babi dhe mami im janë detyruar të më lënë të gjyqin e të punoj si qeni për 24 orë, që unë të rritem si gjithë bashkëfushatarët e mi. Sot jam në protest për ta, jam protest për gjyqit e mi që ju ndërpre në komunizëm tjala, dhe jam për gjithë bashkëfushatarët e mi. Bashkë këtu ja dalim, Rama Burr, Berisha Burr, Rama Burr, Berisha Burr. Shumë faleminderit, zoti ju bekoft, dhe mos u dorëzoni kur. Jam të jashtëzakonshëm, ne nuk i njohim, jam të jashtëzakonshëm. Rama jepet dorëheqje! 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 Por ju betohen se jam t'u lartë, këtu është sot më plot se çka qenë çdo ditë tjetër. Përshëndetje Shqipëri! Unë jam Qushiaku, jam vaj i një motre që në nota ekselente nuk gjeti asnjëherë rrugët e hapura të keqeveria. Jam djali dy prindërve të smur, edhe sakrifikoj çdo herë për t'i dërguar për kuritja e shtetit, sepse këtu kemi marrë punë. Kisha dy momente që po merja ku po vija këtu, nga familjarët mi, nga miqtë e mi, edhe më thonin, me shpirt jemi protest për në shef partia, edhe në thonin, duhet të jemi atje, por nuk kam shpres, jam tu për të folë edhe për ato. A e dini pse? Sepse shof të gjithë se cili nga ju, gjithë patnajsin që kam dhe unë vetë, dhe i kam edhe ato pashë janë pushtet, por thjesht të në frikë të shprehin. A moj Shqipëni, e mjera Shqipëni, kush të shqip me kryen hi, ti ka pasketi sojë rëm, burat e vetë frisin nam, po ku janë burat, ku janë të artistat ato garipat, që në për videoklipe në nëzjeri nam, ku janë në se nuk pripi nuk pesha
gjimnaze, sepse ka vetëm fundë të gjenerim.